me cilin do prej neve, sa herë dojnë, ku dojnë, cilin do debat, cilin do emision. Le të bohen gati me u dridh, do më vonë na bllokun hymin me polici. Vetëvendosja i tutet veç Partisë Social-Demokrate. Këta nuk kanë ta kemë si mas këtyne të klasju. Po ta kemë në komunitet dokument. Po së pëmdojnë një, po shka përgjime. Këta po një vetë sa kine lonja të zërdorat e në regullë. Po në një lonja jo. Nësë Ledhe në të në. po në së me një, shka e këllifin. Ha? Po shka? Kujdes me kujtë. S'kam ta kjo, më kam një përësi një letë me ndërtu. Po jo me një mrana, një për policin dhe. Po në polisi jo i të një. Ati liran policin dhe jo për një bro. Do në polici për pengoni futë në dyra, apo? Se ordonasë, për kondër policisë një njëra tjera, sot të respektojnë. Në vendet demokratike, pushteti friksohet nga opozita. Ne kemi pas një praktik ku opozita friksun nga pushteti. Po, që shëpat edhe sot, kjo nisë, kjo rrugtim i Partisë Social-Demokrate për opozit, jo për pazare, i epi efektet e para. Do më vonë na bllokun hymin me polici. Vetëvendosja i tutet veç Partisë Social-Demokrate. Qyshe pat, edhe zyrtarët brenda kush pas të rastin, u drellshin. Thu ti që ka ardhë në kush, vetëm PSD-ja ka ardhë, Dardani ka ardhë, me media, me një zarfisha. Para me no më kohën PSD-ja në kuvend. Para me no që shdokën këta. Se këta e në mësu me opozitarë që s'kan as kredibilitet moral, as guxim politik, as vetdije, as aktivizëm. Erdha sot me i sfidu i bindun e i vëdishëm që s'janë gati. Kosova ka nevojë për debat. Edhe erdha sot me eftu vetëvendosjen në debat, para zgjedhje, për ide, për diskutime, jo për pazare, qysh diskutojnë me Lumirin e me Bedrevën e me të. Vetëvendosja po bën debat sot me partitë opozitare sepse i ka damkosur ato. Vetëvendosja ka kry betejën me këto partitë që kanë qenë dhe ide opozitare. Beteja vërtet politike ideore është mes Partisë Social-Demokrate dhe vetëvendosja. Kjo është sfida. E ftoj vetëvendosjen, nuk qesim kritere. Cilin do kandidat tyne, pej një dhe 190, me cilin do pej neve, sa herë dojnë, ku dojnë, cilin do debat, në cilin do emision. Nëse s'kan gatishmëri për debat, nëse na friksohen e i marin policin, nëse dridhen pej zarfa, le të bohen gati me u dridh hala ma shumë pej debatev, sfidav, aksionev, protestav. Jo pse i dojmë ne, jo pse jem përse këtyne, po sepse Kosova duhet me met vend demokratik. Prandaj na jemi të bindun që Kosova e ka rastin unik, ne do ta bëjmë punën maksimale që kuvendit të ardhshëm pas 7 qershorit t'i ofrojmë opozit që se kam pa. Qysh i shkumë sot zyre të partisë, do t'i shkojmë zyre të komisioneve, të qeverisë, të ministrav, nuk ka me pas mo qeverisje të qetë, sepse nuk ka mo opozit formale e të pazare. Opozita e vërtet dhe për një me është Partia Social-Demokrate.